Tashi, ne kena qef makinat e naftës. Edhe GSD tjetë, ka tork ajo më shumë, nuk e ka atë performancën, s'ka xhirat, s'ka adrenalinë e benzinës. Jena të fokusum, s'di si popull, dum naftë, si s'hargjon naftë. Nafta është për të bërë rrugë gjata. Po në jetën qytet, i lësh ajo, nuk është se kurse na gjotë modhe. Golfi e ka nisë këtë segment edhe GTI-a ka qenë më e mira në shumicën e rastëve si benchmark, si makina që duhet të mundej nga konkurrentat. Tash nga gjeneratat e Golfit, 7.5 që është më i mirë nga të gjithë, si makinë, si shasi, si kualitet. Kjo është me sendile elektrike, me lambar support, me audio premium, nuk kanë kursy fort. Për qef dhe ishte edhe më mirë të ishte rë, po kjo GTI-a performance është i mirë, se është me limited slip differential edhe është goxha më mirë se tash i gjitha e fuqi gomat e parme, është pak zor me open differential. Kështu që ky është me LSD. Nuk ka shumë gjona për me kritiku me thonë drejtën. Edhe ti motora këto janë të mirë goxha. Nëse keni plan me të marrë makinë kështu për qytet, po e doni pak sportive, kjo është opsion shumë i mirë. Tani kam nxjerrë edhe faqen time për pjesë, edhe aty mund më shkruani çfarë pjesë është duhen. Te kjo për shembull shumicën çfarë shihni këtu, nga Anglia kam sjellur në Aldit. Një të ngjohë mund ta bëj edhe për ju. Thoni në komente cila gjenerat e Golfit ju pëlqen më shumë.